Do të kalim ke rubrika jone preferuar, tek rubrika Pse? Pse, ore? Pse, ore? Pse gratë kontrollojnë telefonin e burrit? Njerë, ma thuaj pak, pse e kontrollojnë gratë? Po se telefoni është më besnik se kujtesa e burrit, se burri ngatrohet, harron, po telefoni nuk harron kurr. Prandaj është çështje besnikrie, jo për në gjithë madhe. Ma thënë, qoç dikan gratë, i bie t'jenë më të mençura se ju burrat. Dhe si dilni ju në këtë mes ju burrat? Dalim si ruar qethur. Kokrat e budallëjme, thonë ndryshe. Jo. Edhe ne kemi filluar të zgjuhemi, të bëhemi të zgjuajtur. Pse shqiptarët, kur ikin me pushime, thonë, u lodha shumë. Ora, u këputa fare, ata kanë ikë me pushime. Po u lodhën duke harxuar parat. E kupton, harxho parat. Kanë dhe frikë se mos i marrin çik mësysh, prandaj e thon ata, mos i marrin mësysh. Sa më shumë njoh njerëzit, më shumë dua kafshët. Si rastësisht mua më thrasin Ari. Si Ari, mo? Ari me lesh. Ari, Arush. Arush, po. Gruaja, pasi kthehet nga vizita me doktorin, i thot burrit, burr, doktori më ka dhënë 1 muaj në plazh, 1 muaj në det, 1 muaj në mal dhe 1 muaj në fush. Tani, në cilin destinacion do më qosh në fillim? Në fillim do të çoj te një doktor tjetër që nuk është kaq i lajthitur sa ky i pari. Na shkatrojnë lekët. Kur u mbet një fëmijë në Amerikë për shembull, thon, o Zot, lutem që ta gjej. Kur u mbet një fëmijë këtu në Shqipëri, e di si thon, veç mos më ardh. Po veç mos më ardh. Po veç mos më ardh, veç mos më pruft kokën. Se po si askuqja mirë e mirë. Një dallim i vogël. E kam unë. Aha, keti, okej. Të pëlqeu kjo. Është më e bukur kjo. E dashur, më thuaj diçka që më tërmëdritet zëmbra. Është gruaja jote tek tavolina pas. S'ta mban as kthesh. U drodhe dhe stomaku, mirë zemra. Iku dhe stomaku. Okej. Do të kalojmë ke rubrika jo vetëm e jone. Para se të kalojmë te rubrika, kemi dhe një batut tjetër. Gjithmonë, se dip se ma merë në kthesa, dua të sjell Adelën të ky, para se të bëjmë këtë gjë, thot. Po erdhi Adela pasaj Vietnami këtu. Okej. Çfarë ndodh me shqiptarin kur shikon një grop në mes të rrugës? I bie mes për mes. Ta provoj njerë se kuj dihet nuk prishet makina, thot. Me fort është gropa se shqiptari, qa thua? Shqiptari e bën vetë grop. Faktikisht kjo duhet jetë për ju vlonjatët, se e keni këshu, e keni gjoksin me grop. Ne dalim dhe të bëjmë edhe një grop tjetër edhe kalojmë te gropa që bëjmë vetë.